Vazhdojmë në Shtetet e Bashkuara. New Yorku njeh zyrtarisht Little Albania, lagjan shqiptare reagojnë italianët. Bashkia e New Yorkut ka përfshirë Little Albania në hartën e zyrtarëve të enklavave të migrantëve në qytet, duke rënditur me zonave që përfaqësojnë komunitetet e ndryshme etnike dhe historinë e tyre kulturore. Harta e publikuar nga autoritetet e qytetit identifikon 30 zona në 5 bashkitë e New Yorkut, të cilat njihen për përqendrim historik të komuniteteve emigrante. Mes tyre është Little Albania, vendosur në Bronx, ku prej dekadash jeton një nga komunitetet më të mëdha shqiptare në metropolin amerikan. Përfshirja e zonës shqiptare në hartën zyrtare ka shkaktuar debate, pasi në listë nuk është përfshirë Little Italy, nga lagjet më të njohura të emigracionit italian në Shtetet e Bashkuara, simboli i trashëgimisë kulturore të New Yorkut. Përfaqësues komunitetit italiano-amerikan, politikan lokal dhe drejtues institucionesh kulturore kritikuan mungesën e Little Italy, duke cilësuar një arrest të rënd ndaj kontributit historik të emigrantëve italianë në zhvillimin e qytetit. Sipas New York Post, kundërshtimet lidhen me faktin se një hartë që synon të pasqyrojë identitetin e komuniteteve emigrante ka lënë jashtë një prej zonave më simbolike të historisë së emigracionit në SBA. Megjithatë, Little Albania vijon të jetë pjesë e hartës zyrtare krahas zonave të tjera si Koreatown, Chinatown, Little Ukraine, Little Guyana, Little Pakistan, Little Yemen. Bashkia e New Yorkut ka sqaruar se qëllimi i hartës është dokumentimi i lagjeve të krijuara ndër vite nga komunitete të ndryshme emigrantësh.